Pas lajmit të transmetuar disa ditë më parë nga televizioni 6+1 Vlora, në të cilin u pasqyrua situata problematike e rrugës në lagje 24 Maj, ku pas shtrimit të rrjetit të ri të ujësjellësit, kishin mbetur të hapura kanalet dhe gropa të shumta, duke se reagimi i institucioneve përkatëse nuk ka munguar. Shqetësimi i ngritur ka vënë në lëvizje strukturat përgjegjëse, këtë të njëjtë siç mund të shihni edhe nga pamjet. Rruga është përgatitur për t'u asfaltuar, duke shënuar një hap konkret drejt rikthimit të normalitetit për banorët e kësaj lagjeje. Punojësit dhe mjetet e rënda janë parë në terren, ndërsa kanalet e hapura janë mbyllur dhe sipërfaqja e rrugës është niveluar në pritje të shtrimit të asfaltit. Televizioni 6+1 Vlora e trajtoi këtë problematik me shqetësim të madh, pasi gjendja e rrugës jo vetëm që vështirësonte ndjeshëm qarkullimin e automjeteve, por përbënte edhe një rrezik real për këmbësorët, banorët të cilët prej javësh ishin detyruar të lëviznin mes gropave dhe baltës, shprehen pakënaqësitë e tyre për vonesat e krijuara pas përfundimit të punimeve të ujësjellësit. Situata bëhej edhe më problematike gjatë orëve të mbrëmjes dhe në ditët me rreshje shiu, ku mungesa e ndriçimit dhe prania e gropave të hapura rrezikonte aksidente, veçanërisht për fëmijët, të moshuarit, si dhe personat me aftësi të kufizuara. Banorët theksonin se rruga e cila shërben si aks kryesor për lagjen ishte kthyer në një burim të vazhdueshëm shqetësimi. Reagimi i ardhur pas transmetimit të lajmit tregon edhe një herë rolin e rëndësishëm të medias në evidentimin e problematikave me të cilat përballen qytetarët në përditshmëri. E megjithatë, qytetarët kërkojnë që ndërhyrjet të mos jenë të përkohshme, por që puna të vazhdojë plotësisht dhe cilësisht, duke garantuar një asfaltim të qëndrueshëm. Kompania që poshtron rrjetin e ri të ujësjellësit dhe institucionet përgjegjëse mund të koordinojnë më mirë punën, në mënyrë që pas çdo investimi në rrjetin e ujësjellësit apo kanalizimeve, rrugët të rikthehen në gjendjen e mëparshme brenda afateve të përcaktuara. Zvarritja e këtyre proceseve sjell jo vetëm pakënaqësi tek qytetarët, por edhe dëmtime të tjera infrastrukturore.